Me syeve që morën pjesë në Met Gala 2025 ishte edhe këngëtarja me origjinë shqiptare Bebe Rexha. Kjo ishte hera e parë e saj që merrte pjesë në një event në Met Gala. Megjithatë, ky event madhështor nuk përfundoi shumë mirë për Bebe Rexhën. Pas një buzëqeshje të ëmbël në foto, u zbulua një histori e trisht e fshihur prej kohësh në zemrën e këngëtarës. Bebe Rexha tha: "Jam shumë e lodhur nga komentet për peshën time. Përballëm me inferilitet, mbeta shtatzën dhe nuk funksionoi. E kam mbajtur këtë dhimbje në heshtje. Nuk i detyrohem askujt asnjë shpjegim për të vërtetën time, por ndoshta do t'ju bëj të mendoni dy herë përpara se të komentoni trupin e dikujt." Madje edhe në story në Instagram, Bebe Rexha ndër të tjera thotë: "Është vetëm një kujtesë se ne kur nuk e dim se çfarë po kalon dikush në prapaskenë. Pra, le të jemi pak më të butë me njëri tjetrin."